Buçim në Bu CHI Bu CHI podcast. Emo, Gjinia, që gjini, mirini. Ore, rrugës për shtëpi sot po pas palestre, ose servitje, training, nuk e di që e thonë. Me këta njerëzit që të bërtasin, kështu bëj këta, bëj ata, se jemi jashtëzakonisht shumë bërtas ka natyra, nuk e motivojnë dot vetëm, jemi keq fare, rënd kështu. Po mendoja se po shifja aty ishin, domethënë më të vegjël nga unë, më të mëdhenj, kështu gra. Edhe po mendoja domethënë që një pjesë e mirë e atyre që kanë qenë në rrethin tim të shoqërisë, për shembull, mbase dikush nga ju do thonë që shife plako se ne jemi rac supreme. Edhe ne jemi pasur gjithmonë kështu në familje, domethënë do bëj këtë, do bëj sport, do ishte kështu, do ishte ashtu, do ishte ashtu. Po, për ne pleben që s'kemi qenë ashtu, domethënë ka qenë diçka që ka qenë kulturore. Prindrit tanë, përveç këtyre që jo nuk hahet kasma, nuk hahet lopata, që s'do nuk bëhet puna kraut e tjerë që kanë të drejtë. Nuk ja fusin kot, prandaj thoshin mëso. Po nuk kishte entuziazëm për sport. Nuk kishte entuziazëm për sport. Unë mbaj mend para 1-2-3 vitesh kur për herë të parë më mbush mëna që mbase është gjë e mirë të servisesh trupin, mbase nuk është asgjë e keqe. Të bën mirë, ndihesh mirë me veten tënde, nuk ndihesh ku di që unë, si një ses që vjen vërdall. Edhe gjithmonë, domethënë kur nxiton njeriu që kur s'ke që bën gomari tha i bie sa marit. Edhe gjithmonë kjo rebelizmi me prindrit, domethënë. Që gjithkohës që nga që se është edhe një çik kështu kur të vën këto rrethanat në pozicion të tillë që të mendosh ta ja bën më të thjesht vetes t'ja hedhësh fajin dikujt tjetër. Në të rast prindër. Pse? Sepse me shoqërinë, miq, hyrje dalje, shok shkolle etj, domethënë gjermane edhe kështu çan këto rob qendrore. Vjerë, domethënë një pjesë e mirë e kishin edhe si piqim kulture ose tradite ose gjë. Ishte diçka që bënin në familje, ndonjëherë edhe si familje, por që bënte mama, tata. E kupton? Ne kur kam pasion të kam vizituar një shokun tim atëre, babai vet doli për vrap, e kupton, ema vet vajti në Pilatis me shoqet e veta. Ku bie në mendja domethënë baba im, mamaja ime e kupton ti domethënë sa largimin e kulturalisht nga ato. E normalisht atëre 22 vjeç dhe po ata e kanë fajin, ja s'na kanë mësuar. Edhe gjithmonë i rebelizmi domethënë gjithmonë që shife pse ata ma kanë bërë mua, ma kanë bërë kastile mua, apo këto idiotëra që mendon robi në gjakxheci e sipër. E tash për shembull me kalimin e kohës, domethënë vetëm ti jesh pastaj katil ose budalla ose ti mbash të mbyllur, mos të kuptosh asnjë gjë. Të refuzosh të vërtetën që pse është kështu si është, domethënë. Dhe e vërteta është shumë herë më e komplikuar, por prapë edhe e thjesht për të kuptuar. Mendoj unë. Se sipas mendimit tim, amana buri dhe ose një llafin që në brezi shkërdhyer më buri dhe. Edhe jo kështu, jo në të sharë, po për përvuajtje. Jam brezi ata kanë bërë gjimnastike, por bëjnë ushtrime kur ishin të vegjël. Domethënë i bënte monizmi, leshi preshi, bënte shumë gjëra, e kupton? Po se kam parë asnjëherë hajin. Të gjithë dolën të zhgënjur. Po ça për fajin e tyre, ça për fajin e tjerëve, çfarë rëndësie ka kjo? Ideja është që nuk doli diçka që ata të qëndronin pas, të thonin që shife se bën kuptim apo s'bën kuptim. Nuk e kishin. Një brez që edhe sportistët e asaj kohe me të ardhur demokracia për shkakun morën Aratin. Nga Shqipëria u harruan, vajtën ca konkuruan për Grekun, nga Xhevdet e bën emrin Janis, ca të tjerë andej, ca të tjerë kthej. Shumë pak ishin ata që qëndruan në Shqipëri dhe ecën pikërisht duke u marrë me sport. Unë u besoj tani që
idhujtaria drejt fitnessit, po dëgjon. Trendi të bërit fitness, të kujdesur për trupin, të pasoj trup të bukur, pastër etj. Ka ardhur nga trajnerët e gjithë fitnesserët e tjerë. Nuk besoj se ky është rasti. Besoj se si fillim ka lindur mon prej sportistëve, pjesëmon prej personave real. Tek tu mund të kishte ndonjë që kishte gjenetikisht mirë ose që kishte disiplinë të fortë dhe e njihte diçka dhe vazhdonte e bënte sepse ashtu ishte si njeri. Dhe karakteri i përputhej edhe normalisht të shtynte që të pranojë ekzistencën e tyre një, por edhe stilin e tyre të jetesës dhe për më shumë akoma ata pëlqejë. Por zakonisht ishin aktor edhe aktore për vajzat. Aktor, aktore, ishin futbollista, ishin basketbollista, ishin në gjë, vërja emrin që tash ç'do duash. Dhe në një rast si Shqipëria ku të tillë persona që 1, 2, 3 mund të kenë pase idhuj është pak shumë, po mund të kenë shembuj. Shikon që ata nuk ecin e ke parasysh digjesh për brenda. S'ka më kuptim gjëja. Në qoftë se shikon që ata nuk bën pikën e hajrit, çe kuptimi ka? Pjesa tjetër pastaj besoj se ka qenë edhe stili i jetesës. I mat ka punuar në ndërtim, në fason e ri, edhe besoj që edhe për një pjesë shumë të madhe tonën, si shqiptar, për një pjesë shumë të madhe të njerëzve në Shqipëri, prindit gjithmonë kanë pasur punë të vështira. Gjithmonë është më i madh numri atyre që i kanë pasur punëtor. Normalisht nuk është aq e thjeshtë veshje të përshtatshme pompa paralele. Mbasi e kanë mbaruar një 2 kate me suva. Është tjetër gjë. Është një lodhje, domethënë shumë herë më e keqe se sa të tjerat. Si për fasonerin, si për specifikat të ndërtimit, për shembull si suvaja që është sheshën atëre tani e vë me zora me motor me gjeneratore leshi preshi, po aso kohë ka qenë vllai mallan, mistrin, slau. Një kraj kishte të mpir, se nuk e lëvizje e kohës thjesht mbaje peshën, kurse tjetri të lëvizte nyja nga lëvizja. E lëvizje pothuajse e njëjtë, mekanike, pam, me njëta lëvizje gjithë kohës. Normalisht të gjëra të mëtojnë trupin. Po, ose faksonerit, për shembull të makinat kanë atë pjesën e këmbës poshtë që lëvizje vetëm çik. Shkëton në fundin e profesionale. Disa nga simptomat mund të çrohen me ushtrime, normalisht, duke bërë lëvizjet e tjera që mungojnë trupit, por who the fuck knew it? Kush i mësoi ta njerëz, domethënë që edhe pse i lodhur do të bësh filan fistok ushtrim, që të mos ose morësh akoma më keq. Kush i mësoi? Firmat ku punojnë. Po nuk japim 2 ditë pushim. Firmat ku punojnë, që edhe kur është Bajrami siç ishte herën e kaluar, të punojnë gjysmëditë, apo në një ditë tjetër që ja kërkon shteti me SSB-si çaj se da grave apo ku dijon. Çau bëj një herë. Më pasaj ja hoqit e ditën e punës nga paga. Këta njerëz do i mësojnë. Ta njerëz do i mësojnë që njerëz të cilët i paguajnë punëtorët ashtu siç ja kërkon shteti në letra dhe më pas ja kërkojnë lekët mbrapsh. Se nuk është lidhje rroge, thjesht duhet sa për të kaluar në letra. Por nuk bëjnë këta janë mortje. Ta llojin dërsira është domethënë vetëm të marrin din. Nuk din asnjë lloj gjëje tjetër. Ku të han? Ku të zhvarsin? Siç e biseduam pak së bashku për sa i përket punëtorëve ndërtimi dhe kujdesin e tyre ndaj vetes së punëve të tjerë. Tek pjesa ku thash që si veglat e punës. Ja resursi punojësit. Këta njëjtën gjë bëjnë. Ose të njëjtën gjë nuk bëjnë në fakt. Në përfason e rina kujdesen për makinat qepse vjen edhe më qafë grave të shkreta. Gjas me kanë ato fajn ku prishet ndonjë gjë. Për gratë të shkreta nuk i intereson njeriu. Sallat mëdha pa fund me pa ngroje,
2 herë që rinë hapur, tetare rinë hapur për dimër, në zona ku të fryn era, nuk kujdeset njeri, përkundrazi. I vën një javë në një javë në njëti vend, përsumë njëra palë në katët e tjera të ka i vendi që fryn shumë. Përsumë do katët e tjera dhe katët e tjera. Edhe bëhet me cikle kështu. Po të marrësh raport, sta jep njeri po nuk dhe lek, shkon në Tiranë. Në për rrethe, se Tirana tjetër gjë. Po edhe po ta dha, si me lek, si pa lek, do të heqi rogën, se në atë vend jetojnë. Edhe unë them, jo po pse s'kam bërë ushtrime, gjimnastike, ku dëgjon powerlifting, prindrit e mi. Hajde, ka qol, hajde. Po është çunduria ta mrekulli që janë akoma mes nesëre, për zotin. Pavarësisht se tingëllon pak e trisht kështu domethënë, po është vërtet mrekulli që janë akoma mes nesër ashtu siç janë. Edhe jo më keq. Rrethanat e tilla luajnë një pjesë jashtëzakonisht shumë të fortë, domethënë dhe është e vështirë të bësh diçka kur nuk ke mundësinë, kur nuk ta lejon njeriu. Po prap kjo mund të ishte thyer, vërtet mund të ishte thyer në masë dhe mund të kishte pasur një ndryshim kolosal në qoftë se nuk do ishte ky problemi tjetër. Problemi me perceptimin shoqëror, po them që shoqëria, se unë nuk besoj te shoqëria, te ato gjërat abstrakte si shoqëria, populli janë idiotizma. Individi, vetëm individi ekziston. Edhe individi në masë, pastaj për bashkësi që ka shoqëri. Po, aq atë kuptim ka shoqëria, për mua si tjetër. Gjithsesi, tani, si për shumë gjëra të tjera që janë së prapthi, që janë me kokë poshtë, njeriu i ri komunist, edhe pse aso kohë ja kishte për recetën xhaxhi, që du ta bësh ushtrimin në këtë orë, kaq herë, hidhje pritje, vendosi që pas rënies së komunizmit, pas kalimit të tyre, ti zeroj çdo lloj problemi, jo edhe gjatë komunizmit. Edhe gjatë komunizmit, për shembull, për sa ka lini në shkollë njerëzit nuk bënin me ushtrime. Pavarësisht se ai të pak në këtë gjë ka pasur të mirë se ti duron të bëjnë ushtrime në mëngjes. Mbaron në shkollën e gjatë komunizmit nuk merre njeri më pse atë. Në të gjithë këtë thes me mut, prandaj muhabet, me gjithë zymtyr, të vetme gjë pozitive që ka Murdalleku, të vetme gjë nuk e merr, nuk e përvetson, nuk e bën për veten tënde, po është fatkeqësimu. Gjithsesi, përqendrohemi se aq jemi këto me të dëgjuar i kemi. Përqendrohemi tek postkomunizmi, sa aty janë bërë edhe shumica e prindërve tanë prindër. Taniell, këtë di, domethënë, prap, jo fjalia asim përpara. Ajo fjalia asim përpara, nuk e di ku keni jetuar ju, nuk keni pasur vendin perfekt, si është në si tjetër jeton në një fluss. Paragjykimi shoqëror është spektakolar. Paragjykimi që i bën individët njëri tjetrit. Pa ndonjë qëllim, ndër nuk është se rregullonte ndonjë gjë në fund. Nuk është se ndryshonte ndonjë gjë. Pas gjoja burra domethënë që thoshin ja ai del me gruan. Për zotin lart. E mbaj mend. Nuk e di. Që në një loto, ishmë të vegjël, si që provonim. Edhe mbaj mend vërtet si sot që kishte një dy tipa që talleshin me njerin, se ai dilte me gruan, e nxirrte gruan Allah, dilte me gruan për kafe. Kuptonte rëndësi qiftit, i kuptonte rëndësi marrëdhënies, familjes vet, ishte romantik. Por edhe donte gruan Allah, kishte qejf të dilte me gruan. Edhe ata e bënin që ai del me gruan ai e prishëm dhe dilet me gruan për Allah i drejt. Një njeri komunist i cili mendon që është gabim edhe që është gjëja shumë e çuditshme që how fucking dare you të dalësh me gruan. Kush je ti idiot të dalësh me gruan tënde? Si të vjen zor? Çfarë mendon ti se ky tipi mendonte për bërjen e gjimnastikës apo ecjet e lehtë apo vrapit? Apo pompa, do të thonë, compound exercises. Edhe vërja një emri vetë.
Problemi është pak më i thellë dhe i thjeshtë për të kuptuar në fakt. Tani ne nuk e di pse, pas janë akoma pasoja, po që tha Marko në fundit nuk është arsye pse ti jesh i cop muti i fakti se ke vojtur komunizëm, edhe unë i shndroj asaj. Po për shkak se jemi kështu siç jemi, pak rëndësi ka arsyeja. Jo pjesë e mirë e miqve, njerëzve që të rrethojnë kolegëve të punës, dëgjojnë, thjesht një njeri vëllai që është aftë, pak rëndësi ka doa se doa, kemi ka se kemi. Pjesë e mirë e këtyre gjithmonë ka një fjalë zezë për të thënë i qifsha jetën. E kupton? Nuk i del më valla një fjalë mirë. Çfarë do të thosh ti? U marto, apo çe do, apo shika para ja gjysma e këtyre ndajnë. Ora valla ndava. Po tash do jesh vetëm. Çfarë bësh kush ti bëj punën, do i ke gjej nusë tash. Më kthej nga duash ti, gjithmonë do jetë diçka që jetë duke e bërë gabim. Edhe ky tjetri është duke e bërë më mirë me kosto më të ulët, në mënyrë më eficiente e leçi breshi, kështu me llafer se kështu të han mund, po që ideja. Edhe njëta që është edhe me këto gjëra me kujdesit ndaj trupit. Ishte në shuse nga të gjupa të ndryshëm në dimër, dhe gjaketa të mëdha, domethënë për dimër, tashin ky çfarë bën? Ka lënë ai pra tutë kokës. Çfarë bën me gjithë gjaketa? Është çmendurie. Prandaj Tirana edhe pse shëmbëllej Shqipërinë në shumë mënyra të ndryshme nuk është Shqipëri. Se kur në qoftë se tregohesh i sinqert me veten, i lë këto nacionalizma ato, budalliqet anësh, edhe analizon vërtet ku jemi dhe çfarë bëjmë shumë prap. Është skandal. E me gjithë to që thash unë tani, si mendoni ju se do e prisnin informacionin mbi dikë që është duke ecur. Ore, se edhe nuk kuptojnë, pavarësisht se që janë mut. Nuk i rrigoja edhe gjithë kohës mundohen do me thënë ku ta ngacmon njëri tjetrin, ta ulin njëri tjetrin. Por në disa raste nuk kuptojnë. Ecje apo vrapi është me thjesht, po ecim po ku po vini. Për çes, nga do vesh. Çfarë punë ka? Juve mbasi duket që shërake, por në pjesë të madhe budalliku më i madh që ka ekzistuar ndonjëherë është ecja dhe vrapi. S'kena i vend për vajzë, për çfarë? E lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me punat e rënda që bënin. Se nuk i fajson dot 100%, se janë njerëz të këqij, po është realiteti. Që po ti mbledhësh të gjitha këto, po ti mbledhësh të gjitha gjërat bashkë, nuk i bën dot prindrit me faj. As pakër, jo 50% dhe 20% në tjere, 100% jo. Po as pak nuk i bëndon, 0% i bëndon me faj, sepse janë të traumatizuar, shembuj për të ndjekur, s'ka, fuqi për të ndjekur ato vetë nuk ka punët, po të njëri tjetrin e paragjykojnë, në çdo lloj karte, çdo lloj variable, në këtë ekuacion është kundër teje. Ty kjo gjë të ka lënë shenja, çfarë mund të ndojë thosh fëmijës tënd? Për çfarë? Se duket sikur i hyn në hak fëmijës. Ashtu i duket vërtet aty, duket sikur marrin fëmijën në qaf. Prandaj të gjithë thonë mëso, ka një shkollë, kesh punë mirë. Sa e ka një standard. Dhe si për shumicën e gjërave të tjera, e kuptojnë që ata nuk kanë pasur ndonjë faj, por si për shumicën e gjërave kanë bërë më të mirën e mundshme, dhe në të vërtetë janë prindër shumë të mirë. Ç'është e vërteta? Që se duhet ta shohim të vërtetën në sy. Ka ishte ajo dosha për sot miqtë e mi. Episodi ka dalë përpara për YouTube members dhe Spotify members. Ju lutem nëse keni dëshirë të na suportoni duke bërë një abonim në YouTube membership përveç abonimit normal. Ose duke bërë donacione në Buy Me a Coffee, PayPal, apo edhe këto super sticker picker që kanë dalë në YouTube. Super like, super comment, të lloj gjërash. Zonë mbështetje është më e pritur.
pasi mirë fuqi për vazhduar më para. Deri herën tjetër, bëni like, komentoni, shpërndajeni me miqtë tuaj, ja kalofshi bukur, ju puth nga lart dhe bashkë ju pafshim. Ciao. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.